Martirët e fesë katolike dhanë jetën për fe dhe, pasi u përndoqën burgosën, po shkatuan në 50 vitet e errta të një regjimi që kishte shtrirë rrënjë thellë në kombin shqiptar. Kjo dëshmi frymëzoi regjisorin Roland Seiko, që pas vizitës së Papa Franceskut në tokën shqiptare, të frymëzoi për të sjellë filmin Pritja. Fabula e këtij filmi është bazuar edhe në librin Rno vetëm për me tregue nga Atzef Plumi. Fjalia e fundit e dokumentarit është: a mund të quhet popull ky? Është një pyetje që mbetet hapur të gjithëve. Ai popull atje, edhe ajo pyetje them mbushet më vonë me pjesën tjetër të dokumentarit, por padyshim është një pyetje që duhet bërë në raportin ton me të kaluarën. Është një pyetje që më pëlqente ta mbyllja pikërisht me atë pikë pyetje të lënë hapur. Për Dom Gjovalin Sukajn, pas shfaqjes së këtij dokumentari, çdo kush duhet të ketë një pyetje në mendjen e tij. Ta shikoshit filmin me një pyetje, është pyetja a ja vlen apo s'ja vlen një jetë. Duket i fije komerciale një kohë krizet ekonomike botnore, por është pyetja që Shqipnia jonë kam përshtypjen ka shumë nevojë me bë. A ja vlen me vdek për ideale apo jo? Në një Shqipni si puna e tonës, që mas 25 vjeç liri fetare e civile, lën shumë për me dishru. Me klasa politike e qeverina që nrohen, e që shumë larg na duket se jena prej qëllimeve që kena pas dëshirë me pas. A ja vlen me kanë martir në Shqipni e për popullin shqiptar? Filmi përpiqet të afrojë dy kohë: pritjen zyrtare të një shteti laik në vigjilje të ardhjes së Papa Franceskut në Shqipëri, kohë reale, dhe kthimin pas në kohën e diktaturës, kohën e ndalimit të fesë dhe ushtrimit të së drejtës fetare në Shqipëri.